ju e pat, qa ndodhi dje në parlament. Dhe tani kërkojnë përjashtojnë gjysmen më shumë se gjysmen e 2/3 e deputetëve nga parlamenti. Këta një, po pse janë kështu? Sepse ai që drejton grupin parlamentar të Partisë Socialiste, ai është një kriminal, më kriminal se Suel Çela, më kriminal se Elvis Doçi dhe më kriminal se Safet Bajri. Po pse? Se ata rrinë në bodrumet e tyre, kurse ky rrinë në zyrat e qeverisë dhe i mbron ata dhe zbaton urdhrat e tyre. Zbaton urdhrat e tyre. Ja u arreston bandat rivale për të marrë votat e tyre. Shkon liron terroristët në Shkodër që i vendosin ku mund të kishim me dhjetrat plagosur dhe vdekur nga Tritoli në qoftë se Tritoli nuk ishte në tokë. Dhe shkon një liron ata që kanë vendosë. Dhe këto janë të gjitha dokumentuara. I akuzuar për vrasje e avokatit, i implikuar në vrasje, dhe janë djegur dokumentat me proces verbal. A e kuptoni ku jemi, mor miq? Se në çfarë kushtesh jemi. Por, megjithatë, është shumë e rëndësishme të ngrihemi në këtë betejë. Kjo është një diktaturë, ju garantoj, më e egër se e 91-shit. Më e egër se 91-shit, se 90, ato ishin në rënje formë dominoje. Kurse kjo ka lobist të stërfuqishëm. Ndërkohë, interesat e shqiptarëve shkelmohen çdo ditë. Situatë dramatike. Unë nuk kam dëgjuar ndonjëherë që në një ndërmarrje private të ketë patur 3 pegmarrje brenda 6 muajve. 3 pegmarrje. Kjo është ndërmarrja, kjo është Akshi, Agjencia Shtetërore. Agjencia Shtetërore në të cilën për të fituar tenderat Kunati Edi Rams dhe për djenit të qytetarëve vetëm tenderi për përmirësimin e inteligjencës artificiale, kuptoni apo jo? 75 milion euro. Dhe sot po japin transhin e fundit 25 milion euro. Armand Frangut, i regjistruar si njeri që përcakton çdo tender, në fakt edhe mendimin e Kunatës. Duhet i themi gjërat, në regjistrim del edhe mendimin e Kunatës. Pra, në këtë sipërmarrje, që është sipërmarrja e dytë më e buxhetuar në momente të caktuara në vend, aty për tendrat rrëmbehen 3 biznismen. Një ish-punojës dhe 2 biznismen. Dhe majnë fshehur për Geron Meshën s'kishte dëgjuar njeri. Erdhi nga Gjermania, se u arratis atje dhe bëri denoncimin. Nuk ka në këtë mënyrë me këto që tregojnë. Duan të mbrojnë me çdo kusht pasuritë e tyre të krimit. 300 apartamente, thonë mediat, ka Belinda Balluku, e jashtë çdo imagjinate. Po në qoftë se Belinda ka 300, ju garantoj që Edi Rama ka të paktën 1000. Prandaj shumë me kulla. Dhe thonë shitën kullat, po i marrë kanë qeveritarët kullat.
300 apartamente ajo, me parat taks paguesve. 4 milion euro i kam dhanat e fundit. Direkt, shishe vere, 70 vjeçare Romane Konti, të Ergysa Gasit. Ju garantoj se as në bodrumet e prandorit japonis nuk i gjen ato ashtu. Jo. Dhe aty vinoteka Edi Rams.